Rasti i zhdukjes së Bleona Matës, një nga plagët më të rënda të pasbardhura të shoqërisë shqiptare, ka marrë një kthes tronditëse. Avokati i famshëm Hidayet Beqiri, së bashku me shumë të tjerë, kanë hedhur akuza të forta, duke deklaruar publikisht se babai i vajzës mund të jetë i përfshirë në zhdukjen e saj dhe se Bleona është gjallë. Gjatë një interviste, Beqiri u shpreh se qëndrimi i atit ndër vite ka qenë i ftohtë dhe indiferent, duke ngritur dyshime serioze për rolin e tij në këtë ngjarje të errët. Sipas avokatit, mungesa e interesit dhe reagimit për fatin e vajzës e bën figurën e babait problematike në gjithë këtë histori. Fjalët e mia shkojnë edhe për të atin, s'ka treguar kurrë interes për këtë. Për fat të keq, ai është pjesë e lojës. Këtu a them me bindje. Hetimet do vazhdojnë dhe jam i bindur se shumë shpejt do të shkojmë te foleja e grerzave. Problemi është që babai del keq shumë në këtë lojë, deklaroi avokati i famshëm. Avokati theksoi se përjashton plotësisht mundësinë që Bleona të ketë ndërruar jetë, duke renditur disa skenar pse ajo nuk ka reaguar për 15 vite me radhë. Ai foli për trauma të rënda psikologjike, frikë ekstreme dhe madje edhe përdorim të medikamenteve që mund të fshin kujtesën. Për mua është gjallë, po çdo gjë ndodh në këtë vend. Kemi parë dhe filma. Tani vajza është 21 vjeçe, si ka mundësi të mos i dërgoj asnjë fjalë nënës së saj. Në atë moshë që ka qenë, trysnia dhe frika që ka përjetuar mund t'i ketë eliminuar pjesë të kujtesës. Mos të harrojmë dhe përdorimin e medikamenteve që heqin kujtesën. Kjo është një enik në kuptimin e parë të fjalës. Nuk ka shpjegim që ajo të mos reagonte. Duhet të reagonte patjetër, u shpreh ai. Avokati hodhi poshtë çdo version tjetër të tij që është shpërndarë për të mrekulluar të vërtetën, duke i quajtur përralla pretendimet se vajza mund të jetë vrarë nga kafshë apo se trupi i saj nuk do të gjendej kurrë. Ai shtoi se Bleona mendohet të ketë jetuar në Greqi dhe më pas të jetë zhvendosur në Gjermani, dhe nënvizoi se s'pak do ta çojë hetimin deri në fund. Çfarë mendimi keni ju për të ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.